E me qënë se jemi në fakt të Partizani, për të mos e lënë me kaq, e përmenda që në fillim është një garë interesante mes këtij ekipi dhe Dinamos, po ashtu ndajmë pikë barabarta, cila nga ekipet mendoni se doja dalë, duke parë ndoshta edhe Ecuri në sfidat e fundit? Po, Dinamo është skuadra që javën e fundit le të themi ka gjetur veten, është kualifikuar në finale, ka gjetur ekuilibrat, është rikthyer Bregu në një formë shumë të mirë, futbollist nga i cili Dinamo varet jo pak, pasi ka qenë ai që ka bërë diferencën në shumë ndeshje këtë sezon. Është rikthyer në momentin vendimtar dhe e shikoj në formë më të mirë, e shikoj më të favorizuar, po themi, për të qenë pjesë e katërshes. Ndryshe nga Partizani që përveç gjithë çfarë ndodhi tashmë dhe me largimin e trajnerit Kërnaja dhe me atë amullinë e krijuar pasi nuk dihet kush do ta drejtojë tamam, do jenë ndihmësi të Kërnajës plus drejtori sportiv Agimi Ibrahimi, por e paqartë se cili do të jetë, po themi, trajneri i parë. Dhe për më tepër, Partizanit mund të mos i shërbejë, le të themi, prania në vend 4, duke qenë se Dinamo është në finalet e kupës dhe le të themi mund të jetë dhe kjo një mënyrë, një arsye për të dekurajuar disi të kuq, sepse mund të dalin të katërtët dhe sërish përfundojnë jashtë Europës, duke qenë se mund ta marrë këtë vend Dinamo nëse arrin të fitojë Kupën e Shqipërisë. Pra, le të themi që Dinamo e shef veten më e avantazhuar në këtë pikë, jo vetëm për të arritur vendin e 4, por edhe për të marrë një vend në Kupat e Europës, sepse dihet tashmë duke pas parasysh distancën që kanë nga dy vendet e para, nga Vllaznia dhe Dinamo, as Partizani dhe as Dinamo, kushdo që të shkojnë në Final Four, vështirësi do të jetë në gjendje të luftojë për titull, thjesht do atë vend për të kapur Europën. E qartë, e vërtet